Okej, kemi përmendur në vazhdimsi rreziqet për fëmijët dhe adoleshentët si pasojë e platformës Roblox. Tash po bashkëpunojmë me Institutin për Tolerancë dhe Mendim Kritik, Kritikos, në një kampanjë sensibilizuese, e cila si mesazh kryesor ka që jo çdo lojtar është shok, mbroje veten online. Synojmë që të sensibilizojmë prindërit, mësuesit, institucionet për rrezikun ekstrem të platformës Roblox, e cila po shfrytëzohet nga grupe terroriste dhe ekstremiste për të indoktrinuar, rekrutuar dhe manipuluar fëmijët dhe adoleshentët kosovar. Pra bashk me profesor Jeton Brajshorin, sociolog dhe drejtori i Institutit për Tolerancë dhe Mendim Kritik, Kritikos, do të punojmë për rritjet vetdijes për rreziqet online dhe të edukojmë fëmijët dhe prindërit për shenjat e rekrutimit, si dhe të promovojmë përdorimin e sigurt të platformave. Ndjekim videon sensibilizuese dhe më pas diskutojmë në studio. Një bisedë që bëhet në chat me fëmiu me një të panjohur, ku e pyet a je musliman, i tregon se shumë vëllezër musliman po vriten në botë, ne nuk duhet të rrim duart kryq, duhet veprojmë, përgatitemi të luftojmë, i thot një fëmiut dikush i panjohur në Roblox. Rastet nga njëherë gjithçka fillon me një mesazh të pafajshëm. Pas ekranit mund të ketë njerëz që përpiqen të ndikojnë, të manipulojnë dhe të shfrytëzojnë besimin e të rinjve. Por një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë gjithçka. Kur prindërit dëgjojnë, kuptojnë dhe qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre, ata nuk janë më vetëm përballë botës online. Radikalizmi mund të filloj online, parandalimi fillon në familje. Bisedoni me fëmijët tuaj, besimi është mbrojtja më e fortë. Mirë se erdhe në studio, profesor. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Edhe gatishmërinë të bëjmë një punë së bashku. Kemi fol gjatë për Robloxin, ke qenë prej njerëzve të parë që ju ke dhënë zë. Është diskutu, nuk është kuptu nga disa të tjerë dhe kemi fol vazhdimisht që prindrit ose nuk e njohin mirë lojën, pra kjo kampanjë nuk është për fëmijë, është për prindrit që nuk njohin sidomos lojën. Dhe unë u shokova kur ndëgjova që nuk është vetë që shqetësohen fëmijët me lojën e lojës, por ka rekrutime të fëmijëve, raste që ekzistojnë në Kosovë? Realisht, ne mendojmë që kur i kemi fëmijët brenda në shtëpi, i kemi të sigurt. Po tash po shihet që fëmia edhe pse është në shtëpi nuk është i sigurt, për shkak të lojrave të shumta. Nuk është vetëm loja Robloxit, mirë, po ne do të fokusohemi te loja Robloxit për shkak se duket në pamjet e parë që është një lojë e mirë, është një lojë e cila nuk mund të jetë rrezikshme, krahasuar me Counter-Strike, PUBG, Call of Duty, këto të cilat merren më shumë me luftime drejt për drejt. Mirë, po ne si prind duhet kemi shumë kujdes për shkak se fëmia jonë me konosht, me konflet, çka bën. Dhe kemi pas shumë rastet e tilla në botë, mirë, po kemi edhe raste në Kosovë. Për shembull në botë ekzistojnë raste ku ka grupe të caktuara të cilat përbëjnë edhe një ideologji, për shembull grupe të cilat shpërndajnë ideologji të ndryshme, qoftë ISIS, qoftë grupet neonaziste. Mirë, po kemi edhe individ të caktuar të cilat kanë qef që të shkaktojnë dhunë, pra nuk janë të organizuar, mirë, po individualisht, apo edhe në grupe ju pëlqen dhuna tek tjetri. Pra ekziston një grup në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që quhet 764, të cilët e promovojnë në Roblox një lojë pothuajse sikur balena blu që ka qenë,
duke i bërë fëmijë që ta lëndojnë veten në mënyrë që të kenë përfitime nga Robloxi. Pra duke i bërë me mjetet e prehta të shkruajnë numrin 764 në dorë, të dërgojnë fotografitë në këtë mënyrë pra shpërblehen. Mirë po për mua është shumë shqetësuese mënyra se si fëmijët mund të bien shumë lehtë prej kësaj, por edhe prindërit duhet të jenë të kujdesshëm, të kenë qasje më shumë, të flasin më shumë me fëmijët e tyre për shkak se situata është shumë e rëndë se sa po duket, sepse fëmia nuk e din dhe kemi marrë shumë mesazhe të ndryshme nga prindër të shqetësuar të cilët na shkruajnë neve dhe kanë adresuar raste jashtëzakonisht të rënda. Puna ka shkuar deri atu sa që edhe kanë dhënë në chat mesazhe, kanë shkruar se si mund të ndërtohet një bombë partizanale, çfarë duhet të blerë për ta ndërtuar një bombë partizanale dhe thjesht pra duhet të kemi shumë kujdes. Ju keni raste konkrete që janë raportu? Keni pa bisedat se çka? Ka raste në Kosovë, unë nuk do të dëshiroj që t'i flas se çka ka shkruar në atë chat, çfarë mjete të blehen për bombë artizanale, për shkak se nuk dua që dikush të intrigohet nga kjo dhe mund ta provoj dikush. Mirë po ka dhe tek një rastet e tilla ku kanë dhënë edhe material se si mund të bëhet një bombë. Kryesisht janë emrat musliman që po zakonisht grupet e ISIS-it mund të targetojnë persona me emrat e tillë sepse është më e lehtë për ta. Njëjtë edhe grupet e tjera, domethënë ka edhe grupet e tjera neonazistat e djathta të cilët dëshirojnë pra të rekrutojnë persona për të shtyer agjendat e tyre para. Mirë po për neve është shumë e rëndësishme pra që të ketë preventiv dhe t'i parandalojmë këto raste para se më ndodh. Çka thon prindrit prof, me qenë se je në komunikim me ta, ose si e vrejtën? Prindrit e kanë vrejt për shkak se e vren ndryshimin të fëmija. Secili prind e vren ndryshimin të fëmija dhe në fund fëmija pra ka qenë edhe i shqetësuar dhe ka hap zemrën edhe ka folur se dhe fëmija si fëmijë në fund kur e din çfarë është duke bërë. Si është e mundur që ai të jetë në gjendje të prodhojë një bombë që mund ta lëndojë edhe veten, atëherë normalisht që hap zemrën edhe fol. Dhe kjo me të vërtetë është faza e parafundit, sepse faza e fundit është ku i dërgohen edhe instruksionet se ku të vendoset ajo. A janë të dorëzuar në polici këto raste? Gjitha rastet, unë mund të them me përgjithësi plot që Kosova është vend shumë i ri, mirë po i ka organet e sigurisë dhe policinë më të mira në rajon. Super. Nuk ka ende ndonjë një herë kanal të zbuluar? Jo, për momentin vetëm jemi duke, është domethënë preventive sipër. E pash një video dje dhe më të kallëzu drejtën shumë më mërziti, në një prej studiove të shteteve të botës, ishte një fëmijë, edhe i tha çka kishe dashur me qenë. Moderatori i tha atij fëmiu të vogël, tha kisha dashur me qenë bosi i babit. I tha e pse? Tha me pushu babin prej punës, veç me pas koma shumë për mua. Po kjo është problemi sot tek në jeta dinamike, dy prindërit punojnë pa ndërprerje, mirë po prapse duhet të gjejmë kohë për fëmijët tanë, për shkak se nëse na ndodhin problemet atëherë nuk ka çka na duan as mirat materiale as gjërat e tjera. Duket kjo është edhe telashja pse ne po i lojmë fëmijët me u dorëzu në tableta ose kjo qetësia që po na japin fëmijët mbas një dinamike të madhe në punë që e kemi, po është versioni më i gabum. Mas shumë të fëmija, çka i bën dëm është neglizhenca. Kur prindi neglizhon fëmijën, atëherë fëmija dëshiron që të shpreh ato ndjenjat e veta përmes dikujt tjetër dhe këtë bën më së miri fal këtyre lojrave të cilat ju ofrojnë mundësi të shumta dhe individëve të cilët mund të kenë qasje edhe pse nuk janë të një moshe, mirë po përveç gjërave të tjera, atëherë në Roblox ka edhe pedofil, ka edhe persona të tjera. Dhe këta persona janë shumë lehtë pra të targetuar për shkak të thyrjes së tyre emocionale dhe shprehen lehtëshëm. Çka për prindrit që thonë se unë e di me kanë lun fëmiu jam? Ne mendojmë që e dim, mirë po nuk e dim, se kjo është gabim. Për shembull, ti mundesh me pa fëmin tënd që luan me 2-3 shokë tjerë, që i ka të një dhe ti si prind, mirë po mjafton një person i katërt të futet dhe ta bëj lëmsh gjithat çfarë ka ndodhur më herët. Pra shumë rrezik që çaj personi i katërt ta qet fëmin për sistemi dhe ta fut në ujëra të trubullta. Na tregon o prof çush me ju qas fëmijëve ta se janë shumë smart janë. Një ditë sigurisht unë kam qenë zaj i madh edhe në shkollë të Akili edhe kudo për Robloxin.
Tash e shoh që Akili në një farë forme edhe nuk flet se në klasën e tij po luhet Roblox, edhe një ditë më tha se ti edhe veç ma keq po e bën. Problemi është që ne kemi diskutuar Robloxit më herët së bashku edhe kemi parë që fëmijët e cilët nuk janë në trend me kohën, se teknologjia ka dhënë negative të vetën, atëherë këta fëmijë po bullizohen dhe thjesht nuk jenë në trend me kohën dhe të jesh sikur ne pra të luajmë Roblox, sidomos është mosha e adoleshencës është paksa më problematike për shkak se të rinjt janë të prirur të provojnë gjëra të reja dhe zakonisht shkojnë te ajat që të duket se cili është më i fortë, cili mund të bëjë gjëra më të forta dhe kjo është ajo që na shkakton problem dhe na fut me persona të dyshimt. Pra ne si prind duhet domosdoshmërisht t'i kushtojmë kohë fëmijëve tanë, nuk mund të arsyetohemi që nuk kemi kohë për shkak të punës, për shkak se kjo do të na kushtojë më vonë. Mirë po edhe fëmia ka dëshirë të ndëgjohet. Mendimi i tij të merret seriozisht, mos të neglizhohet, se prap shtëpia është kështjella e fundit dhe ato fëmijë ndijnë veten më të sigurt. Ata janë aq të mençur sot sa ata edhe e kërkojnë kohën tonë. Absolut. Tha ti më shumë tha po shpenzon për kujdestarin tonë se sa për të ardhmen tonë. Kështu ma mirë le punën e rimene. Ata është shumë probleme ju qasë fëmijëve. Ne kemi nevojë edhe si prind ta dim si t'i qasemi, për pas që është e vërtet kohës, ne jemi të ngarkuar me punë. Të mos i neglizhojmë ditë. Neglizhenca është ajo që e bën fëmin ti duket vetja i pavlerë. Pra të kemi durim, ti dëgjojmë, bëjmë muhabet. Kemi durim, ti ndëgjojmë, mos ja bëjmë bajat gjërat, hajtë se bëhet mirë, hajtë se s'ka ka problemi, për çdo problem më të vogël duhet të kemi qasje profesionale ndaj tyre, nëse ne si prind nuk dim të reagojmë, atëherë ti drejtohemi profesionistave. Cilat janë shenjat që mund ta shohim një fëmijë se është në lojra të rrezikshme? Momentin që fillon të jetë tip asocial, pra mos komunikoj si duhet, të jetë në një farë mënyre në stres, ne vrejmë këtu. Do me thonë është gjithmonë në stres, është pa disponim, shikon dyshim, është vazhdimisht në mendime, atëherë këto janë shenjat e para që ky fëmijë është ka rënë kontakt me një person i cili mund të ketë qëllimin që ta rekrutoj për ndonjë gjë apo ndonjë ideologji të tyre të caktuar. Këto rastet në Kosovë kemi vetë që kanë diskutuar apo ka shku edhe më larg? Po mas larti pra tregova është rasti që ja dhënë të dhënat se si mund të bëhet një bombë partizanale, pra çfarë mund të blehet për ta krijuar një bombë. Mosha e fëmijëve? Mosha e fëmijëve varion prej 8-16. Dhe ju keni mesazhet e prindve që ju shkruajnë vazhdimisht. Unë do doja me i hap telefonat nëse dikush prej prindve ka nevojë për një diskutim, ndim, konsult 038 737 ose 73 Jo vetëm sa, do me thonë edhe në emisione tjera kur prindrit kanë shqetësim, pra let ju drejtohen juve apo neve, ne jemi të gatshëm pra që të ndihmojmë. Po ashtu ju bëj thirrje edhe të gjitha drejtorive komunale në Kosovë, vetëm të na sigurojnë hapësirën ne si institut. Pra jemi të gatshëm me ardhë, me punu pas një cent, vetëm që të bëjmë një të mirë për rinin tonë. Çfarë bashkëpunimi me institucione deri sot keni pas? Deri më sot nuk ka pas ndonjë bashkëpunimi mirëfillt, mirë po ne ju bëjmë thirrje pra që të na sigurojnë simdhënës, prind, që ne diskutojmë me ta, ti tregojmë mënyrën se si duhet që qasën fëmijëve, si duhet të kenë kujdes dhe të marrin masa preventive. Pra ne bëjmë këtë me punë vullnetare vetëm që të bëjmë një rini tonë më të mirë. Procesi më i vështirë është që shme na bo bashkë, se nëse ne bindim fëmijën tonë, del jashtë, largohet prej shoqënisë veç pse tha nuk është trendi, nuk është me kohën, kështu më duket se këtu e fitojmë luftën vetëm nëse bashkohemi. Normalisht që bashkimi do të ishte shumë i mirë, po edhe të uniformat e shkollës kur kanë ardhur në shkollë ka pas probleme. Ka pas prind që ka thonë fëmia jam nuk vesh duks 7 euro. Do me thonë gjithmonë ne kemi parasysh që do të ketë persona të cilët thonë jo bre se s'ka lidhje se kjo është vetëm një lojë le të kënaqen fëmia, po ne kemi për detyrë dhe është obligimi jonë që ta ruajmë këtë rini dhe të marrim masat para se më na ndodh diçka, për shkak se unë personalisht mendoj që nëse vetëm na ndodh një rast atëherë kemi dështuar gjithë. Unë do ta mbaj aktive kampanjën, do ta kem këtë video pjesë të radarit për ditë prof. Faleminderit. Kushdo që është i interesuar me diskutu do ta presim. Faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit për mundin tënd që bën sensibilizim shoqënisë. Faleminderit juve për bashkëpunimin edhe që gjithmonë na thoni po
dhe gjithmonë na përkrahni për çdo gjë çfarë ka të bëjë për temat sociale. As nuk diskutohet. E kemi një telefonat, alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, konsideradore? Po, e dashur. A mund më krysh, po ne se u kry veç. Jo, jemi këtu, Live jemi jemi. live. O bo. Po pres, pra. Po, jemi live, na thuaj, shpejt e shpejt. Përshëndetje, tash po e dëgjoj, se nuk dëgjova. Po, no, e Kisha dashur. menduar një shqetësim. Kom gjojnë klasën e 4, edhe mësusja, 7 orë e ka bon, nëse them kushtimisht në pulza një vend, edhe ka thonë që Robloxi monitorohet për politikë do të me për telefonave. Gjalli e ka hek me një herë, sepse është fregu, mirë po disa nana, kanë tregu, i ka bu fëmijët e vetë që ajo është rënë, është gënjishtë, mësusja s'ka drejt, edhe e kanë këty lojen. Kemi luftu shumë, unë disa nana dhe mësusja, realisht kemi arrit me hek prej mendjes fëmijëve, këto që një thirrje për krejt prindërit mos ja bojnë qetin fëmijëve se vetë si s'ka pru. Ka kërkosh përveç neve prindërve. Me të drejtë, fëmijët na ndëgjojnë, po kemi të lashëm me prind. Absolut, po absolut. Të lashi më i madh po është me prind. Për shkak se ne e diskutojmë. Prind mendojnë që është lojë parazikshme. Mendojnë që e ka fëmin brenda në shtëpi, po nuk e dinë që rreziku është aty. Do të shumë më i madh se jashtë. Edhe ne e kemi bërë thirrje dhe po e bëjmë pra. Largone nga të gjitha platformat, largone nga të gjitha nga tabletët, laptopët, telefonat, largone se ka lojra tjera të cilat fëmijët mund të kënaqen, po nuk keni nevojë proti vëni fëmijë në rrezik me lojra të tilla, duke menduar që janë të parazikshme, se janë treguar jo vetëm tek ne, po në gjithë botën se janë të rrezikshme. A keni një numër telefoni se po kërkojnë, një numër privat telefoni të institutit ku mund të kontaktojnë? Po, mund të kontaktojnë në 044 841 139. 044-841-139. Okej. Prof, është e pasçmim kjo që bëni për komunitetin, sinqerisht, sidomos në të mirën e fëmijëve, sidomos në këtë katrahuru, nuk e di që është i ndodh vendit. Na nuk e kemi të lashën me fëmijët, e kemi me të rriturit. Po, absolut. Akili nuk përdor Roblox, nuk luan tash e sa vjet, por unë të njëjtin problem dhe pyetje e kam për ditë për shkak se prindër të tjerë i festojnë ditëlindjet e fëmijëve me tortë Robloxi. Fatkeqësisht, po, e kemi parë është sinqerisht ka qenë për mua dhëmshme me pa tortën me Roblox. Është se di ku. Thjesht pa koment, po. Ndoshta ne jemi gabim, nuk e di. Se Definitivisht ne nuk jemi gabim. Roblox që luhet shkolla, pra lejohet nga mësimdhënësit, nga mosdia ndoshta, lejohet në shtëpi, dhe me të vërtet qasja e fëmijët ose sjellja e tij vrehet dukshëm sa i tërhequr i shqetësuar është ton kohën. Unë të paktën kështu e vrejta para është shumë shtete ditë, vetëm e kam futur edhe si renditën e parlamentit dhe ndalimin në mënyrë zyrtare të Robloxit. Po, ka shumë shtete që po e praktikojnë. Ishte kënaqësi, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe për këtë kampanjë. Shpresoj me mri mesazhi aty ku duhet. Besoj që po, faleminderit e ditë shumë për gjithë përkrajen. Shumë kënaqësi ty me të pasë në studio për herë, prof. Faleminderit.